Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë, po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Sot kam përgatitur një recetë nga shtëpia e vjerës time. Është recel me manafera. Nuk e di a e keni provuar, por për mendimin tim recel më të mirë nuk ka. Kur i mblodhem në fillim, po më vinte keq që ti përgatisja recel, por pasi pash rezultatin nuk u pendova as pak, pasi u bëj mrekullueshëm. Po ju lë mënyrën se si e kam përgatitur. Në një tenxhere të madhe, kjo është tenxhera më e madhe që gjeta tek vjera, kam vendosur pjesën e sheqerit, masën e sheqerit, pra pjesë. Një shtresë sheqer dhe një shtresë manafera. Të egra, e theksoj këtë, pra manaferat janë të egra. Kur shëtisni mbas ditëve, i kam mbledhur me tim shoq, me vjerën dhe me djalin tim. Këtu kam përdorur 3 kg manafera dhe 2 kg sheqer. E shtrojmë në këtë mënyrë. Unë këtu e kam përgatitur në darkë dhe më tej do ju tregoj arsyen se përse. Do vazhdojmë kështu derisa të mbarojnë masat. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni dhe nuk do humbni asnjë recetë të postuar nga mua. Recetat e mia janë të thjeshta, tradicionale, të huaja, të shpejta dhe që mund t'i përgatisni mjaft lehtë në shtëpinë tuaj me pak përbërës. Siç e shihni, unë vazhdoj të shtroj manaferat edhe sheqerin dhe këtu jam drejt fundit. Unë e kam përgatitur në darkë në mënyrë që ta lë gjithë natën, në mënyrë që manaferat të lëshojnë lëngun e tyre. Dhe kështu kam vepruar, e kam lënë në këtë mënyrë dhe të nesërmën nga afër drekës është ky rezultati. Manaferat kanë lëshuar lëngun e tyre dhe sheqeri pothuajse është tretur i gjithë. Në këtë mënyrë e lëm të zjej në zjarr të ngadalt deri sa kokra pothuajse të shpërbëhet. Do shihni që në receli i manaferës nuk krijon as pak shkum për ta larguar dhe të jemi sinqert, mua më bëri shumë përshtypje kjo, pasi nuk kisha bërë ndonjëherë recel manafere më përpara dhe kjo tregon se sa frut i mirë dhe nuk ka as pak aciditet. 5 minuta përpara se ta heqim kam shtuar lëngun e një limoni dhe e kam kthyer përsëri edhe për pak minuta të tjera. Kokra nuk u shpërbë, por u zbut mjaftueshëm. E largojmë pas zjerjes dhe e vendosim në vazo ashtu siç është i nxehtë. Unë këtu mu derë disa me një anë, më pas përdora një garushde pak më të vogël. Ashtu siç është i nxehtë, i kthej me kujdes mos digjeni, pasi unë u dogja pak këtu, duhet të merrni një pecet kur t'i ktheni përmbys, i mbyllim direkt në mënyrë që të vulosen. Ky është rezultati, vërtet një mrekulli. Nëse keni në shtëpi ose në kopshte ose në lagje, mblidheni dhe provojeni. Si ju duket si recetë, pres përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit.